Njeriu nuk është bërë për vdekjen. Zoti jetës e bëri njeriu për jetën. Si për jetën? E bëri për të qenë i përjetshëm. Nuk e bëri që vdekja hyri si pasojë e shkeljes që ndodhi në kopshin e Edemit. Por i kthehemi pra sërish tek ajo siç ka jo lan për gjysmë, por është vazhdimësia, vijimësia e asaj që nisëm në episodin e 10. I shkruaj. Tek krijimi pra që është shumë e rëndësishme dhe lidhet me këtë ku jemi ne, me atë ku jeni ju që na ndiqni dhe për fillimin dhe vazhdimsinë e vet botës si është krijuar. Pra, meqense ndore këtu në shtek dhe bëjmë edhe atë pjesën tjetër. Po ka vazhdim kjo, se vazhdimi që këtë ndoshta mund ta kemi edhe mund ta pasojmë si mini rubrikë, siç thash, që kishim me numra, po mund ta kemi edhe mini rubrikë të mbylljes së temave ose të këtij bashkëbisedimit, të çdo bashkëbisedimi, për të kaluar gjithmonë për të pjesën e krijimit botës, për çfarë është krijuar, të mirat e tjera. Pra po më thoje që njeriu është krijuar për përjetësi? Po, kriju për jetën, jo për vdekjen. Njeriu domethënë nuk do vdesë. Ne do ishim përjetshëm në këtë botë. Po, kjo botë është ndërtuar për ne që të ishte përjetshme. Po. Njeriu domethënë u krijua që të jetë gjithmonë, do ekzistojë bashkë me krijuesin e tij në pafundësinë e pafundësisë që këtu bota. Pra nuk do kishte vdekje? Nuk do kishte vdekje? Jo, vdekja hyri si pasojë e shkeljes. Njeriu nuk e kishte frikë Zotin. Po kur ndodhi shkelja, atëherë hyri frika. Adam, ku je? Pse jem çefur? Pse ndihesh i friksuar? Po ja, sepse bëra shkeljen. Po kush tha ty ta bëje? Kush tha ty që je i zhveshur? Se tha jam i zhveshur, tha. Po. Në kopshin e Edemit. Kush tha ty që je i zhveshur? E ballafaqoi që të jepte mundësinë që ta kuptonte gabimin e të kërkonte falje. Ai s'kërkoi falje, e kaloi te Eva kaloi te gjarpri, edhe justifikimi vazhdon, u trashëgu deri më sot. U përzu nga kopshi e Edemit edhe vetëm frikë jetonin pastaj ata. Se për sa kohë ishin në rregull, aty nuk shkelën porosin, një porosi ishte. Tani kemi disa. Ndiheshin të sigurt, të qetë. Kishte harmoni. Sa ndodhi shkelja pastaj, ata një mëkat bën edhe çive ndryshoi rrjedha e historisë. Sa mëkat të bëjmë në vendit. Për ta lidhur me këtë që pra kjo botë ka qenë përjetësia, por Zoti nëpërmjet vdekjes pastaj krijoi edhe përjetësinë. Po atë nuk e hoqi ai atë, por atë planin që kishte nuk e tërhoqi. Nuk e tërhoqi. Por krijoi vdekjen. Lejoi vdekjen, por vdekje fizike. Atë lejoi. Po. E qartë. Që e keqja mos të bësh e përhershme. Imagjino tani ti të jetonte në pafundësi një Hitler, një Stalin. Pra lejoi një keqje pra. Pra e lejoi vdekjen fizike, domethënë që e keqja mos të bësh e përhershme. Si lloj mikrobi le të them, ose si lloj virusi, si ashtu mund ta thosh. Në organizëm. Edhe e lën trupin të vdesë, domethënë që kjo është që na bëri dhe nder njerëzimit në vijim se do e dinë që do të vishin për bindça historike pastaj në kalimin, në vrazhdën e kohës. Edhe e lejoi vdekje fizike, plakjen atë që njohim ne si proces tjetës tonë. Po ajo shpirtërorja jo, te shpirti është i pavdekshëm. Tani, çfarë ndodhi pastaj pasi dolën nga kopshti i Edemit? Ata pastaj u përsekutuan, ai ishte persekutimi i parë që ndodhi. U përzu nga kopshti i Edemit dhe aty pastaj filluan të bëshin jetën e tyre. E shikoshin portën e parajsës, kopshtin e Edemit, donin që të futeshin, por nuk hynin dot, që të ktheheshin prapë ai gëzimi që kishte aty brenda. Donin shumë që të ktheheshin prapë. Po Zoti kishte vendosur një angjëll Serafim aty në hyrje të derës. Serafim ishte një nga donte biletën. Por aty ndodhi shkelja pastaj, aty u bë gjë serioze, se mëkati e ndan e pengon. Ndodhen shkelje tjera prapë aty hyrja? Jo, me këtë vendosi një angjëll rojet që mos u futeshin me atë, mos tentonin të futeshin. Po. Edhe jetuan në persekutim, aty ndërtuan jetën e tyre pastaj me atë mënyrën e natyrshme që ata menduan atë kohë. Mirpo Adami nuk dinte ta punonte tokën, se do ushqente. Sepse Zoti i tha tani e tutje bukur ushqimin do e nxjesh me djesën e ballit, i tha. Po. Mirpo ku do punonte ai? Ai nuk dinte as çfarë ishin frutat, as çfarë ishin farat, si funksionon procesi i mbjelljes, se i kishte gjitha gati. Zoti dërgoi një angjëll që të mësonte Adamin si të punonte tokën. Kështu e trashëguam neve atë punën e punimit të tokës. Procesin e hapjes të tokën atje, fut faren, mbille, ti biri dielli, ujtë prap, nga një angjëll është mësuar kjo punë.
Pastaj ato me kalimin e kohës i jetuan shekuj të tëra. Bën shumë fëmijë. Po neve njohim nga shkrimi nga Zanafilla që përmenden më shumë, dy djemtë e parë, Kainin dhe Abelin. Tani këta njëri ishte i mirë, tjetri ishte që i shtremat. Ishte shjeta kjo që aty filloi ky devijimi pastaj se midis të tjerave mirë dhe e keqja. Po, rënja solli midis të tjerave dhe vdekjen, po solli edhe këtë, pasojat çekuilibrimit shpirtëror të njeriut. I trazoi dhe botën e brendshme. Ky doli i shtremat, kupton? Cili nga këto doli i shtremur? Kaini, atë zgjodhi. Kaini u merrte ishte gjatar. Po, kurse Abeli ishte ai që punonte tokën, ishte ç'e quhen ata, që punojnë tokën. Blegtor. Po. U bë këtë blegtorin. Edhe ishte një moment pastaj që do ofronin Zotit punën e tyre për falënderim. Kaini i ofroi një dhuratë të dorës dytë nga ato kafshë që ai kapte. Nuk i ofroi më të mirën e majti për vete ai. Kurse Abeli, që ishte i butë, mirë njohës, e donte Zotin, vërtet e donte, ofroi nga të mbjellat e tija të parën fare të asaj stine. Më të pastrën, më të parën, jo dorën e dytë, dorën e tretë, i ofroi dorën e parë. Zoti e deshi, e mbajti më afër për këtë arsye, sepse ai u ofrua me zemër. E pak të gjën e bukur që Abeli kishte. Për këtë gjë e pa dhe Kaini. Edhe për këtë gjë ai u bë xheloz. U nisi dhe ju zhvillua një smir brenda vetes tij. Xhelozia. Dhe thot, pse Zoti tregoi më favor ndaj këtij edhe me mua nuk u soll ashtu me një të mënyrë. Edhe nga ai moment vuri në plan, në aksion, planin për ta vrarë. Edhe aty ndodhi e vrasja e parë, gjakderdhja e parë në histori. Si e vrau? Si ka ndodhur historia aty? E gënjeu, e mori diku më njan larg prindërve dhe vëllezërve të tjerë, edhe filloi duke i rënë me gur në kokë. Ashtu e vrau. Kjo ka qenë vrasja e parë në historinë e njerëzimit. Po, aty ndodhi e vrasja e parë. Por kjo na jep edhe një mesazh që sot e kemi në rast në përsëritje dhe shumë pak kanë marrë mësim nga kjo ngjarje. Tani njerëzimi është ndarë në dy rryma. Janë pasardhësit e Kainit dhe pasardhësit e Abelit. Okej, do thot dikush tani që u vra Abeli, ku i bëri pasardhësit, po u zëvendësua. U zëvendësua me një djalë tjetër të Adamit dhe Evës që quhet Sith. Sithi ishte identik si Abeli. I mirë, i butë, i dashur dhe mbi të gjitha e donte Zotin. Ishte komplet njeri i kulluar, Sithi. Ky zëvendësoi Abelin. Tani u nda njerëzimi në dy rryma, në pasardhësit e Kainit dhe pasardhësit e Sithit. Sot shohim deri sot se bëri një kapërcim shumë të madh në kohë tani, janë shtuar pasardhësit e Kainit. Civilizimi që kemi sot, që ndryshe në botën konspiracioniste i quajnë Matrix, është nga pasardhësit e Kainit. Sepse ambienti natyral i njeriut është natyra. Origjina e njeriut është natyra, të jetojnë në natyrë, siç nisi në fillim kopshin e Edemit. Kurse kjo që quajmë neve sot civilizim, ka ardhur nga pasardhësit e Kainit. Pallatet, gradaçelat, këto gjërat e mëdha, betonet, makinat, erdhën si pasojë këtij tjetrit. Nuk ishte sipas dëshirës së Zotit. Sithi ndiqte dëshirën e Zotit. Edhe u ndan pastaj, u shtuan dhe pasardhësit e tij, u shtuan edhe pasardhësit e Sithit, ta të Sithit të quheshin bitë të Perëndis quheshin. Ishte ajo fara e pastër, pasardhësit e pastër që e donin Zotin, kurse këta të tjerët u bën material. Merreshin me shpikje, me gjëra. Edhe harruan Zotin. Thonë çdo gjë do e bëjmë vetë. Me ato do bëjmë trurin punëve, do shpikim, do bëjmë gjona. Që kanë arritur sot të shpikin bombët bërthamore. Kanë arritur sot të shpikin inteligjencën artificiale. Që mos të pyesim Zotin, të pyesim inteligjencën artificiale që na thot. Na thot dhe fixhanin. Kupton? Po këta ishin pak. Këta bitë e Perëndis, ata ishin të përkushtuarit. Edhe Zoti dha porosi që mos të përzihet njëra farë me tjetrën.
të dyja fare nuk duhet të përziheshin. Në ç'kuptim? Do të thotë që mos të martoheshin me njëri tjetrin, mos të përzihesh me këtë kuptim, do të thotë që mos të ndodhte përzierja. Të këqijnë me të mirët. Sot çfarë ndodh? Sot është bërë përzierja. Është bërë përzierja dhe prandaj kemi sot njerëz që janë edhe të mirë dhe të këqij. Shfaqin dhe shenja të mira, por shfaqin dhe shenja të këqija. Dhe sipas asaj të kësaj përzierjes. Pra, është lejuar që ti thuash dikujt që ti si je njëri i mirë, je njëri i keq? Realisht askush nuk është absolutisht i keq. Edhe tek më i keqi ka shkëndi drite dhe të mirësie. Pra, është gabim po ti thuash dikujt je njëri i keq? Në thelb po është gabim, në thelb. Po, që është po krimi i Zotit. Po sepse edhe ai ka ato prirjet, ato farat e të mirës. Jo, përveç asaj po është krimi i Zotit, domethënë si mundesh ti, po patjetër që kalon në nivel gjykimi pastaj. I keq është vetëm djalli. Vetëm ai është i keq. Edhe ai antikrishti që duan me sjellë Hebren tani. Ai do jetë totalisht i keq. Do jetë 100% i keq. Prandaj do zëj vend tek ai dhe do e pushtoj dhe do i bëj zbor botës. Po jo tani, ka kohë komaj kur të vi. Megjithëse do ta sillin tani, po do dështoj. Nga lufta 3 prap. Lufta 3 do ndërpresi të gjitha. Do bëj restart kësaj botës. Edhe kështu u shtuan, kaloi historia, disa e njihshin, disa nuk e njihshin, se atëherë nuk e njihshin të gjithë. Siç është sot, shumica nuk e njeh Zotin kush është. Quajnë me emra të ndryshme. Ja, disa quajnë atë yogin, atë gurun, që pyeti ky djalë me atë që vinë nga India. Po është bërë aq lëmsh ajo gjëja. Nuk e din kush është. Nuk e di ku t'i falen. E kam gjetë thot njëri, e kam gjetë e thot tjetri. Asnjë gjë s'ke gjetë. Mendon se ke gjetë, po s'ke gjetë asnjë gjë. Se Zoti u prezantua me mënyrë të caktuar. Jo me mënyrë lëmshi siç është bërë sot. Sot kanë dalë 1700 fe të ndryshme u bër. A dhe ma gjeti mëse ku është. Se një është. Një ai, një është dhe besimi i tij. A dhe gjeti kush është. A është e lehtë që ta gjesh? Është shumë ekstremisht e vështirë. Edhe këshilla ime është më mirë të mos besosh fare, sesa të gjendesh tek vendi i gabuar. Më mirë mos besosh fare? Po, se po profilizove në një fe të gabuar për shembull. Prisja këtë Alex. Pse edhe se prisja? Ti je ateist domethënë? Jo se desha ta përfundoj që ta kuptoj se pse është më mirë mos besosh fare. Sepse po profilizove në një fe të gabuar, ti automatikisht kthehesh në armik të tij. Sepse po besoni diçka që ai nuk ta ka thënë. Po më ti dëgjoj, se vetë njeriu që nga kjo si po dëgjoj më shumë vëmendje, që nga krijimi si ka krijuar Zoti, pra, njeriu është i pastër. Pastaj fillon bëhet pis, siç e tham, që ke dalje nga kopshti. Po edhe kur lind është i pastër. Po pra që kur lind pra. Pra, po jo. Prandaj e bëjmë lidhjen me atë. Pra ideja, ajo se çka ka ndodhur, Zoti e di se çfarë ndodhi. Çfarë po ndodh tani, çfarë do ndodhë më pas. E di gjithë, është film, ky i gjithë kjo. Po. Pra atë është shtyp butoni dhe vazhdon po luhet dhe çfarë do luhet mbrapa. Ai di se do vazhdojë se përfundoi filmi. Neve nuk e dimë, ne nuk e dimë, bravo. Por ne po mundohemi nëpërmjet asaj çfarë po thua ti dhe çfarë është thënë, çka ka ndodhur atëherë, të kuptojmë dhe ta lidhim atë se çfarë po ndodh sot. Edhe me historinë që na tregove me disë dy vëllezërve, ne po e shohim sot pra. Ngjarja që ka ndodhur atëherë po ndodh sot me ngjyra ndryshme. Ideja është që edhe me krijimin e Adamit dhe Evës që ne e kemi kuptuar dhe e shohim që ata ishin dy njerëz pastër si kur erdhën. Pastaj filluan elementet jo gjarpër, jo molla, po pra devijimet. Por mashtronej. Edhe vetë njeriu pra. Në këto devijime që thua ti që të thuash më mirë të zgjedhë, mos besoj fare në Zot, se sa të keq orientohet nga një fe ose 170 si shteti ose ku diun sa mund të jenë grupacione të ndryshme. Pra, ndërgjegja ose ajo dëshira, qëllimi, synimi për çdo njeri që është krijuar në këtë botë, ai që është pa qëllime të tërta, e ka për të mirën, apo jo? Çdo njeri ka prirjen të besoj. Ti ke prirjen për mirë. Po. Edhe unë për mirë. Nuk po flasim për atë që kam për qëllim për tjetër. Por unë në qëllimin tim e kam për mirë, por në degëzimin ku shkoj gabim. Po. Ose në rrugën që zgjedh, shkoj gabim. Po. Por e shohim te kjo timnare që tham, e shohim që na serviret bukur, na serviret mirë dhe unë e besoj. Po. Pra këtu nuk ka qëllim të keq tek unë.
Po jo, Prandaj thash nuk ka njerëz të keq. Po, dakor, ti me qëllim mirë nisesh sepse njeriu ta thash ka prirjen, çdo njeri ka brenda thellë natyrës së tij, prirjen për të besuar në dikë që është mbi atë vet. E kanë të gjithë të prirjen. Unë nuk besoj se ka njerëz ateista realisht. Ata thjesht janë kështu, ku dëgjon, janë më shumë si mod, si trend. Ku dëgjon sepse thonë neve kemi shekullin 21, tani kemi teknologjia, do merremi me koncepte mesjetare, kështu që koncepte mesjetare.